Ndaj, ne duhet të mbështetemi të disa nga shenjat kryesore dhe para se të diagnostikohet, duhet patjetër që të kalojmë në një lloj alarmi. Shenjat që mund të themi, pra atë që po thoni ju, kush janë shenjat, e para është kapslloku kronik. Kur ne qëndrojmë shumë në mënyrë kronike pa fekenduar, pra pa dalë jashtë, rritet kontakti i mukozës së zorës me pjesën e substancave të fermentuara të cilët ndodhin në zorë, të cilët mund bëjnë potencialisht kancerogjene. Sepse sa më vonë të zbrazet kjo zorë, aq më shumë toksina kanë për të mbledhur gjatë gjithë këtij ambienti. Dhe ky ambient do bëhet një ideal duke shtuar bakteret e këqija. Bakteret e këqija do sjellin një disbioz, do rritet niveli i guanidinës dhe histaminës, dhe kjo do sjellë gradualisht një inflamacion. Kjo është një nga arsyet ose një nga shenjat. Tjetër është kur dalim edhe bark, herë dalim kapslëk, pra kombinimi i diares dhe i kapslëkut. E dyta është kur ne nxjerrim gjak në feçe. Ky është një nga sinjalet më serioze. Gjaku mund të jetë se dikush thotë është gjaku i errët apo gjaku kafe apo i kuq. Sido që të jetë disa të tjerë ngatrojnë thonë që i kam nga hemoroidet. Dhe ky ndoshta është një nga gabimet më të mëdha që njerëzit e kanë neglizhuar, që më pas është parë që ka qenë një problem i rëndë në zorë. Tjetra është fryrja e vazhdueshme e barkut. Kjo nuk do të thotë që ne ku kemi gjithmonë çdo njeri që ka një fryrje barku mund të jetë kancer, por kur gjithmonë fryrja vazhdon dhe rritet, muaj pas muaj, kohë pas kohe dhe bëhet permanente, atëherë kur shoqërohet dhe me gazra të shumtë. Kur shikojnë që nuk kemi dhe përmirësim edhe pse ne kemi ndryshuar ushqimin, dietën, atëherë kemi një sinjal e cili po na lajmëron që nuk është normal në zonën tonë, pra në pjesën intestinale. Tjetra janë dhimbjet e barkut. Kur shpesh ne do kemi dhimbje barku, sidomos në pjesën e poshtme të barkut, po jo vetëm, po dhe në anët e tyre, shumë njerëz i shikojnë si janë normale. Duhet kuptojmë këtë që trupi rrallë provon dhimbje pa arsye, rrallë. Në përgjithësi, kur jep dhimbje, ai po na jep disa mesazhe biologjike që ne ti kuptojmë dhe ti përkthejmë pastaj për t'i kuruar. Një anë tjetër është kur ne humbim një lloj peshe pas lloj shkaku. Pra ushqemi mirë, vazhdojmë me të njëjtën dietë apo me të njëjtën ushqime dhe kemi filluar që të bijem në peshë. Kjo është shumë problem. Pra kur flasim bjemi pesh 3, 5, 10 kg, ndoshta edhe më shumë, pastaj rritet më tepër. Kur nuk kemi ndryshuar madje as aktivitetin fizik dhe të tjerat. Një element është kur niveli i stresit tonë është rritur shumë. Pra ne kemi pasur me të njëjtën punë, me të njëjtën kushte, me të njëjtat situata të përditshme, po nivelin e stresit ne kemi ndryshuar. Pra niveli i stresit është më pak i përballueshëm, nuk e përballojmë dot stresin. Dhe kjo është një arsye që është ndoshta nga të parat që fillon, sepse gjithë ky stres do ndryshojë mikrobiomën. Ka rritur inflamacionin, është dobësuar sistemi imunitar dhe kjo do bëjë që të jetë pjell, pastaj ndoshta edhe të tumorit. Një anë tjetër është anemia, kur bëjmë analizat e gjakut, edhe meshkujt apo dhe femrat kur bëjnë analizat e gjakut, midis tyre shikojnë probleme me aneminë. Shikojnë mungesën e vitaminës B12, që kanë të ulët, apo nivelin e hemoglobinës. Pra shikojmë feritinën. Tjetër është kur ne shkojmë në tualet dhe nuk na zbrazet zora, duket sikur nuk është zbrazur e gjitha. Duket sikur nuk po e zbrazim dhe diçka na ka ngjetur përsëri brenda. Kjo është një mund të themi shenjë. Tjetër është kur shpesh na ndryshon jashtëqitja. Jashtëqitjen e kemi shumë të ndryshueshme, Dhe nga ana tjetër kur ka aromë shumë të rëndë, ka gazra të tepruar, fryrjen që ne thamë, apo përpara atij dhe ka erë shumë të rëndë nga fermentimi i tepruar që ka ndodhur tek ne dhe te problemet që ne mund të kemi me tretjen. Nga ana tjetër është mungesa e oreksit. Personi ngopet shpejt. Pra ka një ngopje shumë shpejt dhe ka një lodhje mbrapa ushqimit. Lodhja mbrapa ushqimit nuk është vetëm nga kjo. Lodhja mbrapa ushqimit mund të jetë problem metabolik, mund të jetë problem i energjisë, mund të jetë problem i një sëmundje tjetër, i anemisë e shumë tjera. Por apo dhe stomaut, apo dhe një problem i zore. Por midis tjerave është dhe kjo si shenjë që ne nuk duhet ta neglizhojmë. Një shenjë tjetër është kryesisht dhimbja e mesit ose pjesa e legenit për kohë të gjata. Që kjo dhimbje vazhdon rritet. Ku kemi një lloj presioni, pra mund të themi legen. Në ana tjetër mund të kemi humbjen e forcës fizike. Duket sikur njerëzit thonë, ore jam plakur, sikur s'jam mirë, sepse niveli i inflamacionit kronik, ndoshta anemia, sëmundjet metabolike, proceset patologjike që po zhvillohen në trupin ton, kanë ngadalësuar të gjithë situatë dhe ndoshta është një nga elementet kryesorë që ne duhet i bijmë pas. Pra janë disa shenja, po shenjat
kryesore është problemi i atij kapsllëku, dhimbjeve të barkut, problemi i gjakërrjedhjes që ne mund të lëshojmë nga pas, fryrjes të tepërt që ne mund të kemi, edhe patjetër dhe lëshimit të feqes. Prandaj duhet jemi të vëmendshëm që nga shikimi i feqes deri tek këto shenjat e tjera. Qartë.